Nga Gjirokastra ka startuar Akademia Up to Start, një organizim i SME Albania dhe Agjencisë Kombëtare të Rinisë që synon pajisjen e të rinjve me një uri praktike për mënyrën se si të fillojnë dhe të menaxhojnë më tej me sukses biznesin e tyre. Ne njohim disa koncepte për sa i përket zhvillimit të sipërmarrjes, që është koncepti startup, kemi një ligj për startupet, por ne jemi një hap përpara, le të themi, për sa i përket regjistrimit të sipërmarrjes. Pra të rinjt që kanë ide për të zhvilluar, ne i suportojmë nëpërmjet këtyre projekteve që lançojmë, pra startojmë nga Gjirokastra, nëpërmjet kësaj akademie që është Up to Start. Pra që në momentin që kanë ide në inkubator që të marrë të gjitha bazat për sa i përket një plani të biznesit, që një sipërmarrje kur starton të jetë e suksesshme, të parashikojë të gjitha rrezikët deri në një plan 3 vjeçar për sa i përket zhvillimit. Mënyrën se si duhet të regjistrojnë të gjitha procedurat ligjore që duhet për të regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, për të regjistruar dizenjot apo markat apo shpiket e tyre apo pronësitë industriale, fondet ku mund përfitojnë qoftë nga donator shtetëror apo dhe nga organizata ndërkombëtare që kanë fonde apo skema financiare në dispozicion për sa i përket sipërmarrjes, po dhe mënyrës për të bërë atë që quhet tregti elektronike, e cila pas pandemisë, domethënë pas vitit 2020 në Shqipëri ka filluar edhe në gjithë botën ka filluar të zhvillohet shumë si koncept. Me të rinjt e Gjirokastrës ne do jemi përveç këtyre trajnimit 3 ditor që ishim këtu, është një projekt i cili do zgjat pra për të monitoruar për të parë se sa këta kanë përfituar nga kjo akademi, që vitin tjetër le të themi të kemi disa sipërmarrje të regjistruara, të cilën ne do t'i ofrojmë asistencë nëpërmjet ekipit të Institutit Shqiptar të SME-ve me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Zona Gjirokastrës është një model biznesi në gjithë Shqipërinë për sa i përket sipërmarrjeve kryesisht në fushën e turizmit dhe në fushën e bujqësisë, duke parë se ka pas shumë kërkesa nga studentët, po dhe nga bizneset vendase për të zhvilluar idetë e tyre dhe më tej për të konkretizuar ato dhe për t'i strukturuar në bizneset e mirëfillta, qoftë aktualisht, por dhe për të zhvilluar në të ardhmen. Ne kemi menduar që akademinë të cilën ne e zhvillojmë për të 8 vit me radhëzi kryesisht në gjithë Shqipërinë, këtë vit kemi menduar të zgjedhim Gjirokastrën, duke lidhur dhe me origjinën tonë gjirokastrite. Jam prekur disa tema që i përkasin kohës aktuale, pra digitalizimit, mënyrën se si ta zhvillojnë sipërmarrjen e tyre në fushën digjitale, pra në krijimin e një website-i, zhvillimin e tij etj etj. Pjesë e seksioneve interaktive dhe trajnimeve triditore nga ekspertë të fushës u bën 30 të rinj të grup moshës 18-29 vjeç. Ishte një trajnim shumë i vlefshëm për nesit të rinj, për arsye në radhë të parë ishim një grup të rinj që shpërndam ide dhe u lidhe me njëri tjetrin, por po ashtu nga ana tjetër morëm informacion shumë të dobishëm lidhur me sipërmarrjet që të rinj të marrin, informacione të duhura që të rinj në grand biznese, grantet që marrim nga qeveria, nga Bashkimi Evropian, po njëkohësisht dhe informacione të tjera lidhur me inteligjencën artificiale, si ta përdorim atë, po dhe njëkohësisht si duhet të mbrohemi prej saj. Vit ndryshe si herët e tjera, ne vim Gjirokastër jo për startupe, siç ka ndodhur gjithmonë, por për Up to Start, një hap le të themi para zhvillimit të startupit. Këto trajnime janë shumë të vlefshme jo vetëm për pjesën që të rinjt marrin njohuri se si të nisin dhe të startojnë një biznes me hapa të sigurt, por nga ana tjetër janë pjesë e një komuniteti kur mund të krijojnë lidhje dhe eksperjenca të vazhdueshme për të bashkëpunime potenciale me njëri tjetrin, por nga ana tjetër të marrin informacion dhe aksesin në skemat e granteve apo të financimeve që aktualisht janë në Shqipëri apo nga donatorët e huaj. Pas përfundimit të akademisë, pjesëmarrësit përfituan jo vetëm certifikatën e pjesëmarrjes, por edhe akses në rrjetin e alumnit, mundësi për mentorim individual dhe mbështetje të vazhdueshme nga ekipi SME Albania për zhvillimin e mëtejshëm të ideve të tyre sipërmarrëse.